Shteti shqiptar duket se ka hyrë në një absurd skandaloz në lidhje me emigrantët shqiptar. Shumë shqiptar, cilët kanë shkuar në Gjermani që nga viti 1990 në vijim, kanë qenë të detyruar të lënë pasaportën shqiptare për të marrë atë gjermane, sepse Gjermania nuk pranonte dy shtetësinë. Që nga një korriku i vitit 2024, Gjermania e ka hequr rregullin e një pasaporte vetëve dhe i lejon qytetarët e saj të kenë dy shtetësi. Po ashtu, Holanda është duke e ridiskutuar këtë çështje sepse dhe Holanda nuk lejon dy shtetësi. Shumë prej emigrantëve shqiptar në Gjermani, që janë ndoshta mbi 100.000, kanë aplikuar për të rimarrë pasaportën shqiptare. Por, për të marrë pasaportën shqiptare ka një rregull që ti duhet paraqisësh certifikatën e lindjes së vendit ku je shtetas. Por emigrantët shqiptarë që kanë lindur në Shqipëri nuk mund të marrin certifikat lindje në Gjermani, ndërsa certifikata lindjes shqiptare është e pavlefshme se duhet të jetë e lëshuar nga vendi që ke shtetësinë. Kur është bërë ligj, është parashikuar që vetëm të huajt mund të vinë në Shqipëri dhe jo më një shqiptar të rimarrë shtetësinë. Kështu që për një gjë kaq të vogël, me 10 mijëra shqiptarë që kanë aplikuar për të marrë mbrapsht pasaportën shqiptare, nuk mund të klasifikohen. Është në nderin e Parlamentit shqiptar që ta ndryshojë këtë ligj dhe çdo shqiptar që ka humbur shtetësinë si pasojë e një mundësie, pra për një pasaporte, të rimarrë pasaportën shqiptare. Shqipëria që ka humbur më shumë se gjysmën e popullatës saj nuk e toleron dot që mos jap pasaporta për shtetasit e saj që duan të rikthehen në Kombësinë shqiptare.